Mu se frankofoda mu ka do si kur me ka një katunit tem në Komoranit. Tipik, asi kryte ngritun që thonë. Dhe me thonë, ti po e she komplet në ndeshjen me një ritëm, dhe me thonë, shumë të ftoft, shumë të ngadalshëm, edhe nuk po e heton me një farë forme që dohet me fut në lojë një superlojtar si kur e do në Zhegrova të pak të 20 minuta. Nëse po thot treneri, do me thonë që... Du të kemi kujdes, se ka qenë i venduar, edhe se vitin e fundit ka qenë i lodhër. Në regull. Mirë po, e kom përcjell me shumë vëmendje në nxemjen e tij, mimika, do me thonë çdo sene, edhe publiku, do me thonë, gjatë të në kohës, nështë një 20 herë mas paku e kanë thirrë emrin e tij, edhe s'po reagon, do me thonë treneri, në regull është, ai është profesionist, pa tjetër që nuk bjen në ndikim të publikut, edhe nuk dohet me ra, a i ka meritu një 20 minuta, i ka meritu. 5 minuta është vështirë është me bo diçka për 5 minuta në futbol. E po mendoj që me 20 minuta kish mujt me nxerr diçka pak ma... Por prapë se prapë treneri normalisht i dën ma mirë ato në brendshmet. Leci, apo e mban ky barazim ende në garë Kosovën për botrorin, apo ndoshta u vështirësu rruga? Ma e letë do ishte sikur të fitonim, por që Emanueli e tha shumë mirë, mos të harrojmë që kemi lujtë kundër një Sloveni që shumë e fort. Une normalisht kena pas emision para ndeshjes, po une si favorit e kam qujtë Slovenin. Sepse duke e ditë dejtarët që i ka, plus duke e ditë mungesat tona që i kem, unë e kam qytë favorit edhe doli tjetë shumë e fort. Sikur na u dokë shumë me fitu sëtë. Sikur na u dokë shumë me fitu, sepse nuk kryun për me fitu. Për me fitu do të me kryu futbol, me luj. Edhe kjo formacioni, kjo sistemi që kemi lujtë kundra Suedis, shumë mirë që kemi komplimentu Fodën, sëtë, përveç Musliu që ishte në mesfush me tonë drejt lejtari ma i mirë, pa dosh me i po ato statistika që tha Emanueli, për që nërmbrojqin super me fjallët më të mira. Leci edhe notat e futbolistëve, Muslia, Hajdari në deputim, me i miri. Hajdari ishte... Edhe për tjerë Ara Moric. Një mosh 22 vjeqarë, kemi fitu një futbolist njerë zakonisht mirë, që i duhet këmëtarës tonë, por Muslia ishte ai dirigenti mes fushës që me tonë drejtën pëlqejo shumë, kurse në anën tjetër Leoni edhe Rejsbeqaj nuk është që bënë në i ndeshjet madhe, sidomos